يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Falënderimi të kënë Allahut Azza wa Jall, atë e falenderojmë prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet i dërgojna Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe krejt muslimanëve që e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur musliman, xhamatin të nderuar, ajo që neve më së shumti na mbron ditën kur dalmi para Allahut Azza wa Jall, që na mbron prej zjarrit të xhenemit dhe bëhet rrugë për të hyrë në xhenetin e Allahut Azza wa Jall, është me i kry obligimet e Allahut Azza wa Jall. Ato që Allahu na ka obligu me i kry ato obligime dhe me u largu prej atyre që Allahu Azza wa Jall neve na ka ndalu. Kjo është rruga kryesorja më e sigurta për të shpëtuar prej zjarmit të xhenemit, sepse jemi duke folur se si të shpëtojmë prej zjarmit të xhenemit. Një ditë prej ditëve tregon Muad ibn Jabal radiallahu anhu, tha ishmi me pejgamberin alayhi salatu wassalam në një udhtim dhe sahabët kanë pas qef me nejt ofër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe Muadhi, sikur e tregon këto ban me shenj, emrasti si tha, me një prej mëngjeseve të këtij udhimi, qillova pranë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur qillova pranë, ju afrova nga dhe i thash: ja nebi Allah, o i dërguari i Allahut, akhbirni bi amalin yudkhiluni al-janna wa yubaiduni min an-nar. I thash: o i dërguari i Zotit, kur ju afrova nga në gjatë këtij udhimi, i thash: o i dërguari i Zotit, a ka mundësi të më tregosh mu se si të shpëtoj, cila vepër mua më çon xhennet dhe cila prej tyre më umbron prej zjarmit të xhenemit? Pejgamberi alayhi salatu wasallam tha ma këtaj: laqad sa'alta an 'azimin wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu alayh. Tha o Muad, ti pyete për një çështje të madhe, por kjo është e lehtë për ata që Allahu ja lehtëson. Ama në fakt është çështje dhe pyetje e madhe, se ti po pyet cilat janë veprat që mund të çojnë në xhennet, e si të shpëtoj unë prej zjarmit të xhenemit. E madhe, por i bëhet e lehtë. Edhe nga që kjo e vërejni se krejt ato urdhrat e Allahut çka vijnë për ata njerëz që duken shikimin e parë, që janë njerëz që Allahu Azza wa Jall i ka zgjedhur, nuk i duken të rënda, edhe pse i falaj 5 vakte, si duken të rënda, edhe nëse aja agjeron muajin e Ramazanit pa e mungu as një ditë, si duket të rënd, edhe nëse krejt 12 recate e najherë dhe ma shumë recate sunetit të ditës i fal, dhe si duket e rënd ati. Kjo është shenjë e kësaj fjalët pejgamberit alayhi salatu wasallam kur tha: është e lehtë për ata që Allahu ja lehtëson. E cilat janë ato? Filloi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tregu se cilat janë ato sene që ty të bojnë mos me hinë zjarmin e xhenemit e me shku për xhennet. E në fakt kjo është qëllimi final i jetës e ibadeteve tona. Qëllimi final që duhet të jetë në mendje dhe zemrën tënde, pse falesh, pse agjeron, pse në haxh shkon, pse umret i kryen, pse njeri i sjellshëm përpiqesh me u bën, duhet të jetë qëllimi final që ky, me hinë xhenetin e Allahut dhe me shpëtu prej zjarmit e xhenemit.
Pejgamberi a.s. filloi me ia tregu Muadit dhe i tha: Ta'budullaha wa la tushrik bihi shay'a. O Muad, e para që të shpëton prej zjarmit të xhenemit dhe bëhet për në xhenet me të është me adhuru veç Zotin, veç Allahun me adhuru. Ati shoqëri ortak mos me i ban Allahut azza wa jall. Kjo është e para. Pra ti me adhuru Allahun ashtu qysh Allahu vetë dën. Me adhuru Allahun qysh ai dën me adhuru. Jo me adhuru qysh ty teket me adhuru. Ose jo me adhuru dikan tjetër duke mendu ti që ti Allahun je duke e adhuru, duke e bon ibadet Allahut, në fakt e adhuron dhe i ban ibadet dikujt tjetër. Jo. Por tha me adhuru veç Allahun, shok ati mos me i ban. Wa tuqimu s-salata wa tu'ti az-zakata wa tasumu Ramadana wa tahujju al-bayt. Tha o Muad, pasi që ta njësësh mirë Allahun, çish duhet? Tha ndash me shpëtu prej zjarmit të xhenemit, e me hin xhenet ta falë namazin, jepe zakatin, agjeroje muajin e Ramazanit, edhe krye haxhin. Për këto janë obligimet që përmendën fillim, se nëse ne kryjm obligimet e Allahut janë rruga më kryesore, më e sigurta për me të çuar në xhenet, me të shpëtu prej zjarmit të xhenemit. A e vrejni pejgamberi asëm si ju përgjigj Muadit? Përgjigja e parë, adhuroje Zotin që duhet, shok mos i ban, edhe fale namazin dhe anisi me ato vepra të obligimet e tjera. Fale namazin, jep zakatin, agjeroje muajin e Ramazanit, edhe shkon në haxh. Kështu tha pejgamberi a.s. Por vazhdoi pejgamberi thot Muadit: Ala adulluka ala abwabil khair. O Muad, apo dush të tregoj edhe diçka më shumë, edhe disa dyrë të tjera që janë të hajrit edhe të mirat, që të çojnë çat rrugën çka ti po e kërkon, me të shpëtu prej zjarmit të xhenemit, edhe me të çuar në xhenet. Muadi tha tregon, pejgamberi sa më tha: As-sawmu junna. Tha o Muad, agjerimi është mburoj prej zjarmit të xhenemit. Ose prazmore që të mbrojnë prej zjarrit të xhenemit. Wa sadaqatu tudfi'u al-khati'a. Edhe rrugë tjetër tha është sadakaja. Se sadakan që ti e jep për hir të Zotit, ti shlyn mëkatet e tua. Sadakaja, ti shlyn mëkatet e tua. Një sadak nëse ka del shelem për hir të Allahut, në Zot e din se sa mëkatin ai tashnin. Pastaj i tha: Wa salatu rajulu fi jawfi al-layli. Për të mirave o Muad, tha është kur të falësh shtesë këtu janë, kur të falësh natën, në natën e ertë, ti quhesh dhe i ban ibadet Allahut azza wa jall. E pastaj pejgamberi a.s. për me tregu se sa e rëndësishme që kjo e fundit mu që natën, kur tjetë flajnë, e tjetë kërhatin, ndërsa ti ju e që në kom, je drejtu prej kibles, edhe po i ban ibadet Allahut pa të po kërkush. E din veç ti dhe Allahu, normal me lake që të rëthujnë po. Ndërsa tha, për të regon farvlere, pejgamberi vetë ja lexoi një pjesë të Kur'anit, kur i tha pejgamberi sam: Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tha Muad, këto që po të tha mu që natën mu fal, Allahu e përmendin Kur'an, i përmend si tipare të mira të njerëzve të mirë, tipare të mira të atyne që shpresojnë që kanë me fitu të kur dalin para Allahut, i përmend çka? Të qohen natën falen, i lajnë shtretërit e tyre, edhe qohen të përkushtuar, të nënshtrum ndaj Allahut azza wa jall, edhe e lutin Allahun, i drejtohen dhe i bojnë ibadet Allah dhe e lutin Allahun me frikë mos pikop zjarmi xhenemit, me shpres mos po shpëtojnë, thët: Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Edhe këta janë, këtë tipar, edhe plus prej asojna që na i dhojmë atyre, ata dhojnë sadak. Vazhdan ajeti: Fala ta'lamu nafsu ma ukhfiya lahum min qurrati ayn. Tha ajeti tjetër: a nuk e din njeriu pastaj se sa të mirat ja ka përgatit Allahu tyre njerëzve që quhen natën dhe falen, sa të mira, sa syri i tyre s'ka pa kur, jazaan bima kanu ya'malun. Këta marrin si shpërblim për atë që ata vepruan, për atë që ata u qutën dhe u falen natën, për atë që i kryjnë obligimet e Allahut, ka përgatit Allahu shpërblim për ta, sa që syri i tyre s'ka pa asisen e kur. E pastaj tha pejgamberi: O Muad, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa umudihi wa dhurriyati sinami.
A dush të regoj ty o Muadh edhe për kokën e krejt kësaj, bazën, kulmin e krejt kësajna, edhe shtyllën e krejt kësajna, apo dush të regoj o Muadh? Muadh ta po i dërgum gjithsesi po du. Pejgamberi alayhi salatu wasallam i tha, rasul amri l-islam. E para që ty o Muadh, koka e krejt, baza e krejt, esenca e krejt kësaj, koka e krejt kësajna është me qenë musliman. Nëse dush me shpëtu për e dënimit të Allahut me qenë musliman, pastaj tha wa amuduhu salat, e shtylla kryesore e këtij islami, tha është namazi. E fal namazin, shpresohet se ti keme shpëtu për zjarmit të xhenemit. Wa dhirwatu sanamihi al-jihad, e tha nëse dush me posë cili është ajo koka e krejt kësaj, kulmi i krejt kësajna është kur kërkohet me luftu për hir të Zotit, tha ti e ban këta. Pastaj pejgamberi alsa mi tha, o Muadh, apo dush me tregu se çito çka ti përmenda, është një diçka që i mbledh krejt. A dush me të tregu se cila ti mbledh krejt? Muadh i thash, po i dërgum i Zotit, cila po i mbledh ka krejt? Tha pejgamberi selam, fa akhadha bi lisani, pejgamberi u drejtu Muadhit, shokit e tij, e kapi gjuhën e tij me gishtrinjët e tij dhe tha, kuf alejke hadha o Muadh. Tha nale që gjuhë o Muadh. Ndash kulmi i keq që sojna, me i rumbullaksu këtë të mira që i përmenda, e kapi gjuhën, tha nale gjuhën. Tha unë i thash, ja Rasulullah, wa inna la muakhidhuna bima natakallemu bih. Tha i thash o i dërgumi i Zotit, ana pas këmi mu dënu edhe për çka folmi me gjuhat e tona veçan? Tha pejgamberi sa të hum të nana o Muadh, pa nuk e ke ditë ti a nuk e ke ditë ti o Muadh që ata në xhehenem nuk i çon diçka, vetëm se gjuhat e tyre i ban me i çun xhehenem me fytyrat e tyre. A nuk e ke ditë këtë o Muadh? Kështu ju drejtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. A e vërejt se sa obligimet që i përmendi pejgamberi, nëse dëshirojmë, dojmë na me shpëtu kur dalmi para Allahut azza wa jall. Pra kjo është kryesorja. Pastaj këtë hadith e ka sjellë tash Imam Ahmedi, Tirmidhiu dhe Sheikh Shaibe, Sheikh Albani ka thënë hadith që vërtet. Po e përmendi, po ta më shumë e përmend, po për shkëtej për shkakues. Po i përmendi disa ngjarje ose disa shembuj të parëve tonë se si i kanë kry obligimet e Zotit. Prej tyne nismi tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atë shumë i ka kry obligimet dhe mbi obligime vullnetare, saqë këmbët e tij të mira të bukura, këmbët e tij ju kanë aj këmbët e tij, saqë i herë për herë i thanë i dërgumi i Zotit, po nalo bre pak, pa nuk jeti i falur. Pejgamberi alayhi salatu wasallam, a nuk jeti i falur dhe ty që Zotit ka premtuar për xhennet? Pejgamberi tha, afala akunu abdan shakura, e pse unë të mos jam rob falendërues. Por nga ibadeti i shumt që e bante pejgamberi, jo ajshin këmbët e tij. Dikush mund të thotë, po ky ka qenë pejgamberi i Zotit, dil dika tjetër. Po i lajna edhe shok të pejgamberit. Se dikush të po shok për shok ka folë Allahun Kurani, ka lavdru dhe lejta, edhe ma poshtë, qëllimi është po dalmi. Nëse e këshyrmi Ebu Muslim el-Khawlani, një prej tabiin me gjeneratës së dytë, shok i shok dhe pejgamberit, i ka pas rastis një ngjarje e ka zënë herë tjetër, që edhe në zjarm, në dunjon në zjarr e kanë hedhur, nuk e ka djeg zjarrin. Mirë po, atë çka tha ky njeri, ky gjeneratës së dytë që rrike me shok të pejgamberit, dhe që ka nejt me ta dhe ka marrë mësim prej tyne. Tha se, vallahi tha, mu edhe mu më thonë, se xhehenami u ndez, dyrt e tij u hapën. Hajde t'ja nismi të bëjmë vepra, fundi botës erdhi. Hajde të bëjmë vepra të mira, tha, unë s'di çka bëj më shumë. Unë s'kam mundësi me bërë më shumë. A e vreni se ky shok i shok dhe pejgamberit apo Muslim el-Khawlani, so baj ke ibadet, që edhe nëse pesheh xhehenamin, dyrt janë hap, me i shtin xhehenemin, me hin xhehenemin në to, tha unë s'kam çka shtoj. Kaq ishte i dhonë pas obligimeve të Allahut azza wa jall. Pastaj Safwan ibn Sulejmi, edhe ky prej tabeinëve. A di çka than? Than njerëzit që jetun me ta. Tha po ti thush mi këtij tabeini Safwanit ti. Edhe nëse ti themi që o ti njeri, nesër na ka orë lajm prej Zotit se nesër është kiameti. Nesër ndo dita kiametit, tha ky njeri s'ka pas çka shton më shumë. Prej kur e ka hap sytën mëngjes, të i bën ibadet Allahut deri në nëse ka flajt një tru,
të i bon ibadet Zotit, të i kry obligimet e Zotit, edhe të i bon shtes ibadetet e tjera. Edhe me i thonë që nesër kiameti ka mendu s'ka pos çka shton ma shumë ky për ibadeteve. Pastaj Seid ibn Musayyib, edhe ky taben gjeneratës e dytë. A dini se haxha i ka bon që pejgamberin hadithin e parë që përmenda, i tha Muadhit krye haxhin, banu haxhi, jo veç haxhi për dunjë, po për hir të Allahut, krye haxhin. Seid ibn Musayyib ky adin se haxha i ka kry për jetën e tij. I ka kry 40 haxhe i ka kry. 40 haxhe, ndërsa Allahu na mësoft neve me kry haxhe, ndërsa në kohën tonë dikush mund t'i ketë mundësit, kushtet i ka asnjë prej këtyre, asnjë haxhe nuk e ban. Ndërsa prej tyre Yahya ibn Ma'ini. Yahya ibn Ma'ini një shok i Imam Ahmedit, i gjeneratave të para. A dini që na, një numër i madh joni presmi, mos po i ik koha namazit, pritni veç edhe pak, se veç edhe pak kohë mi del koha namazit, ta zon namazin, ta ne vazhdojnë Allahin. Yahya ibn Ma'ini që është shembull i mirë për Islamin, kush e lexon historinë, biografinë e tij, 40 vite ka qenë i dhonë në ibadet. 40 vite, jo 4 ditë, jo 4 javë, jo 4 muaj. 40 vite, 40 vite si ka ik tekbiri fillestar namaze. A ardhë hoxha, me fal, kjo akon sofin e par, me prit hoxhën, si të taj Allahu Ekber, edhe kjo me njëherë Allahu Ekber. Mos me prit as një reqate si ka ik, as një reqate me ju ngjit i gjematit, ose më ngjit si në gjemot një reqate pak me vënis. Jo, 40 vite si ka ik namazi fillestar, ose tekbiri fillestar namaz. Kjo për shë Yahya ibn Ma'ini. E kështu shokin e tjetër të tina, Imam Ahmedi atë shumë i dhon ibadete, se e dike që me ibadete shkohet në xhennet. Jo veç me fjalë boshe dhe kuti, por me ibadete shkohet në xhennet. Imam Ahmedi i falke 300 recate brenda ditës. Pastaj ishte Abdurrahman ibn Abi An'um al-Bajali, ky ishte prej tabiinëve. A din se si thanë për ton? I thanë njerëzit që jetun me ton, thanë se edhe po t'i thuhet që ti njeriu, edhe kjo ishte tabiin. I thanë që edhe po t'i thuhet, hej, meleku i vdekjes unis për të ti me armë ta marr shpirtin. Thaj nuk ka pas çka shtë ma shumë në ibadetet e tij. Kështu pra ata ishin të dhonë pas ibadeteve, se e dishin që me ibadete shkuan xhennet. E jo me fjalë, Allahu na bën prej tyre që obligimet e Zotit në vend i çojmë. Na bën prej tyre që prej ndalesave të Allahut, Allahu të na largon. Lusmi Allahun azza wa jall me njerëzit e mirë atje në xhenetën ata kanë. Lusmi Allahun azza wa jall që muslimanëve këtë në botë janë Allahu të ndihmon. Walhamdulillahi rabbil alamin.